unë jam I bindur që ka pas mundësi që vendit ketë institucione. Vendi mos të vazhdoj me kriza dhe drama, mos të kemë vakum institucional. Është mashse qartë se mungesa e stabilitetit politik e ndikon zhvillimin ekonomik, e ndikon krejt jetën në Kosovë, gjithas segmentet e jetës në Kosovë, megjithatë, këto ka dorë zoti Kurti dhe këtu ka arrit me veprimet e tij. Dhe adresa pse vendi shkon zgjedhje është zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Dhe kur e tham këtë, nuk mjafton veç me thonë, po mjafton edhe me argumentu. Një parti politike kur I merr 51.1%, ka përgjegjësi vendit me dhënë institucione. Me 51.1% e ki të drejtën kushtetuese dhe ligjore me pas kryetar në kuvendit. E ke marrë, tu ka votu, u konstitu kuvendit. E ki të drejtën me formu qeverim. E ke formu qeverim. Pas të ka pengu kërkush. Partit tjera kanë njoftë rezultatin zgjedhor, s'ke pas protesta, s'ke pas demonstrata, s'ke pas pengesa dhe është formu qeveria. Dhe për me zgjedh presidentin edhe me përmbyll ciklin zgjedhor, duhesh me pas marrëveshje politike. Asnjëherë në Kosovë